Enver Hoxha është një figurë politike që i ka ndarë njerëzit në dy grupe. Grupi i parë janë ata persona që edhe sot shprehen se koha kur Enveri ishte udhëheqës nuk ishte luks, por na ofronte siguri, shërbim shëndetësor e mbi të gjitha, kishte familje të bashkuara e jo të larguara nga Shqipëria. Ndërsa pjesa tjetër mendon se ai sistem ishte mjerim dhe nuk duhet të rikthehet më. Në ato vite, udhëheqja dinte çdo gjë për popullin, por populli nuk dinte asgjë për udhëheqjen. Bloku ishte vendi ku jetonin udhëheqësit dhe nuk mund të aksesojë nga qytetarët e thjeshtë, çka e bënte më të vështirë për të bërë krahasimin e jetës që bënin udhëheqësit dhe jetës që bënin qytetarët e thjeshtë. Në atë periudhë, rroga mesatare fillonte nga 4.000 lekë deri në 10.000 lekë të vjetra për profesione të veçanta. Megjithatë, populli asnjëherë nuk e mësoi se sa e kishte rrogën Enver Hoxha dhe bashkëshortja e tij Nexhmia. Për të kuptuar pagesën mujore të Enver Hoxhës, duhet të kemi parasysh postet që ai mbante. Ai ishte kryeministër, ministër i mbrojtjes, ministër i jashtëm, sekretar i parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës, general, kolonel, komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura. Askush nuk ka mbajtur njëkohësisht kaq shumë detyra. Sipas dokumenteve të zbuluara së fundmi, rezulton se rroga e Enver Hoxhës ishte 20.000 lekë, ose me kursin e asaj kohe, $240 amerikan. Një detaj interesant në lidhje me rrogën e tij e ka treguar edhe bashkëshortja Nexhmia, e cila tha: Enveri fillimisht merrte 36.000 lekë dhe unë 22.000 lekë, por pasi ai lexoi një libër ku Lenini kishte thënë se udhëheqësit nuk duhet të merrnin më shumë se gjysma e mesatares së punëtorëve, dhe kështu, pasi lexoi këtë paragraf, ai e uli rrogën e tij nga 36.000 lekë në 20.000 lekë, ndërsa unë nga 16.000 lekë që merrja, rroga më ul dhe mora 11.000 lekë, aq sa merrte një profesor që unë e kisha në varësi në institut. Po ju, si e shihni këtë fakt? A ishte ky një gest modestie i sinqert apo një fasad për të ruajtur imazhin e udhëheqësit të thjeshtë? A ishte Enveri udhëheqës i thjeshtë apo vetëm duke i tillë? Na tregoni mendimin tuaj në komente. Historia nuk është bardhëzi dhe ndoshta pikërisht ju do të sillni një këndvështrim të ri.